Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua konsumoi esëll ara për një vit, ja se çfarë i ndodhi zemrës më vonë. Nëse jeni duke kërkuar për një ushqim të shëndetshëm për të ngrënë gjatë gjithë ditës që ka pak kalori, pak krip dhe sheqer, atëherë arat janë një zgjidhje perfekte. Vetëm 30 gram ara në ditë janë të pasur me proteinë rreth 5 gram, 2 gram fibër, 20 mg kalcium. Ato janë të pasur me mangan, magnez, fosfor, vitaminë B6, yndyrna omega-3 dhe hekur. Edhe pse janë ndër ushqimet me indeks të lartë kalorik, përmbajtja e tyre e pasur me lëndë ushqyese rrit ndjesinë e ngopjes dhe ju bën të ndjeheni më të ngopur. Arat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për gjininë femërore, sidomos pas menopauze, duke ndikuar në përmirësimin e shëndetit të zemrës dhe në rritjen e kujtesës. Acidet yndyrore të pangopura që gjenden te arat kanë treguar se ulin nivelin e kolesterolit dhe gjithashtu mund të ulin gjithashtu edhe trigliceridet. Nga ana tjetër janë një zgjidhje efektive për trupin dhe parandalimin e komplikacioneve dhe ekspertët këshillojnë konsumin e tyre. Gjithashtu ato zvogëlojnë shanset për sëmundje të ndryshme kardiovaskulare, goditje në tru dhe sulm në zemër. Më konkretisht, një studim i botuar në British Journal of Nutrients tregoi se personat që konsumonin ara rreth 4 gram deri në 12 gram në ditë kishin të paktën 37% më pak rrezik për sëmundjet koronare të zemrës krahasuar me ato që nuk i konsumonin. Gjithashtu, arat janë një zgjidhje e fuqishme për shëndetin tuaj riprodhues. Ato rregullojnë edhe peshën. Një studim i publikuar në American Journal of Clinical Nutrition zbuloi se gratë që hanin ara rregullisht kishin më shumë gjasa të shtonin peshë gjatë një periudhe 8 vjeçare krahasuar me ato që nuk i konsumonin. Për më tepër, kjo ishte edhe falë proteinës e cila ndihmonte në rritjen e masës muskulare. Për më tepër, testet kanë treguar se kur krahasohet dieta që përmban ara me ato pa ushqime, dietat që përmbajnë arat kanë më shumë gjasa të rezultojnë në një peshë më të saktë trupore, pa dhjam dhe rritjen e masës muskulare. Arat janë një zgjidhje shumë e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kockave, duke sjellë rezultate më të mira për to. Arat janë të larta në mikroelement siç është bakri, thelbësor për mirëmbajtjen e kolagjenit dhe elastinës, përbërësit kryesor të qelizave të trurit dhe rinovimin e indeve. Mungesa e bakrit është shoqëruar me densitet më të ulët të kockave dhe një shans më të madh për zhvillimin e osteoporozës. Pa bakrin e nevojshëm, trupi ynë nuk mund të plotësojë bllokimin ndërtues të kolagjenit dhe rezulton gjithashtu edhe në mosfunksionin e kyçeve. Ndaj arat mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë tepër ushqyese për trupin tuaj. Arat janë padyshim një përbërës kryesor i një organizmi të shëndetshëm, por nëse përballoni edhe një shtim të dietës së tyre me këtë produkt, do të rrisni mineralet të trupit dhe do të parandaloni një sër komplikacionesh. Çelësi qëndron gjithmonë te sasia e përdorimit të tyre. Asnjëherë mos i konsumoni më shumë se 7 ara në ditë për të marrë gjithashtu përfitimet unike dhe për të parandaluar komplikacionet që do t'i renditen trupit tuaj. Përfitimet shëndetësore të arave janë mbreslënse. Ato kanë një mori të lartë të lëndëve ushqyese, yndyrnave, omega-3 dhe gjithashtu elementëve të tjerë ushqyes. Si të tilla, do të ndihmojnë organizmin në parandalimin e komplikacioneve dhe në sjelljen e rezultateve më të mira. Disa nga arsyet sipas Brightside për të konsumuar më shumë ara në dietën tuaj janë: arat ndihmojnë në uljen e presioneve të gjakut. Studimet kanë zbuluar se arat janë në gjendje të ulin kështu nivelin e kolesterolit dhe të zvogëlojnë edhe rrezikun e disa problemeve që renditen kryesisht nga radikalet e lira. Për shkak të shumë antioksidantëve dhe lëndëve ushqyese që ato përmbajnë, që gjenden kryesisht edhe antiinflamatorët e arrat, do të zvogëloni kështu rrezikun e disa llojeve të komplikacioneve të trupit, duke i siguruar shëndetit një zgjidhje më të fortë ushqyese në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Arat mbështesin funksionin më të mirë të shëndetit të trurit. Disa studime sugjerojnë se arat janë të mira për trurin dhe kujtesën tuaj. Një studim zbuloi se arat përmirësojnë ndjeshmërinë e aftësisë së mësuarit,
kujtesën dhe gjithashtu kundër ankthit. Arat ju ndihmojnë të keni një plakje më të shëndetshme. Arat janë të mbushura me lëndë ushqyese që përmirësojnë shëndetin e trurit dhe japin efekte pozitive në mbrojtjen e trupit kundër radikaleve të lira, duke siguruar kështu një mbrojtje efektive në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Arat janë të mbushura me lëndë të mira ushqyese dhe efekti i tyre në mbrojtjen e trupit do ta kthejnë atë në një aleat të fuqishëm në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Një studim vëzhgues i mbi 50.000 grave të moshuara tregoi se ato me dietë më të shëndetshme kishin një rrezik 13% më të ulët të problemeve shëndetësore dhe arat ishin ndër ushqimet që kanë dhënë kontributin më të mirë dhe në forcimin gjithashtu të shëndetit tuaj. Ndaj edhe ekspertët sugjerojnë konsumimin e 5 deri në 8 kokra ara çdo ditë. Një studim i ri ka zbuluar se konsumi i arrave lufton plakjen. Studiuesit nga Spanja dhe Kalifornia zbuluan se ngrënia e arrave te të rriturit e shëndetshëm mund të ketë efekte të funksioneve më të mira. Ndër efektet më të mira është edhe rritja e elementeve ushqyes. Studimet përfshin afërsisht 640 të moshuar me grupin eksperimental që konsumonte çdo ditë për 2 vite arra. Arrat përmbajnë acide yndyrore omega-3 dhe polifenole, të cilat sipas konsistentave të mëparshme luftojnë stresin oksidativ, inflamacionit, faktorët përgjegjës të rënieve të funksioneve njohëse. John Sabat, profesor i ushqyerjes dhe epidemiologjist në Shkollën e Shëndetit Publik të Universitetit Loma Linda, ishte i pari që gjeti një rënje të kolesterolit në gjak nga konsumi i arrave. Arrat cilësohen gjithashtu si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese, e cila mund të ofrojë përfitime të larta në shëndetin tuaj. Arrat janë të pasur me antioksidant që mbrojnë lëkurën nga dëmtimet siç është ekspozimi kryesisht edhe në rrezet e forta të diellit. Konsumi i disa arrave në ditë mund të shmangë rrullat në fytyrë, ta bëjnë lëkurën të duket më e freskët dhe më e shëndritshme. Arrat janë të pasur me vitaminën B, e cila është një element i rëndësishëm që zvogëlon pigmentet e lëkurës dhe ndihmon trupin të prodhojë qeliza të reja të lëkurës, të cilat janë të shëndetshme. Konsumi i arrave do ta mbajë lëkurën tuaj më të hidratuar, duke siguruar kështu një mbrojtje efektive kundër këtyre shqetësimeve. Ndaj edhe ekspertët e ushqyerjes cilësojnë arrën si një frut mjaft të mirë për hidratimin e trupit, duke ditur edhe rëndësinë e tyre. Konsumi i arrave mund të jetë një zgjidhje maksimale për fitimeve për shëndetin. Ky frut i mrekullueshëm është një burim i shkëlqyer i acideve yllyrore omega-3, një lloj lipidi me efekte mbrojtëse për organizmin, që trupi ynë nuk e prodhon dot. Përqendrimi i acideve yllyrore omega-3 te arrat ofron një sër të mirash për shëndetin, duke filluar nga mbrojtja e sistemit kardiovaskular, nga efektet antiinflamatore në elemente të ndryshëm, sidomos kundër astmës, artritit reumatoik, si dhe infeksioneve të lëkurës si dhe ekzemave të psoriazës. Gjithashtu arrat bëjnë që substancat antioksiduese të quajtur elagjit acid, të cilat forcojnë imunitetin dhe shfaqin veti të mira kundër radikaleve të lira. Arrat bëjnë mirë për sistemin e qarkullimit të gjakut. Duke shtuar arra në dietën tuaj ndërmjet një mase mbrojtëse për zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Arrat janë të pasur me acide yllyrore të pangopur dhe si të tilla ulin kolesterolin, parandalojnë komplikacionet që pasojnë nivele të larta kolesteroli. Përveç kësaj, arrat ndihmojnë në parandalimin e mpikjes së gjakut brenda arterieve, duke parandaluar kështu atak që shkaktohet nga koagulat e gjakut. Ajo ka efekte antioksiduese edhe mbron zemrën. Në një studim të Women's Health Study në Iowa të Amerikës, është parë se përqindja e vdekjeve nga sëmundjet e zemrës pati një ulje prej 11 deri në 19% si pasojë e konsumit të harrave të paktën vazhdimisht çdo ditë të javës. Akoma më mirë nëse ato janë edhe të freskëta. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.